Si e gjeta shtëpinë kur u ktheva pas një muaji nga pushimet? E kuptohet që e pastrova shtëpinë kur u ktheva, por nuk kisha kohë që t'i përgatisja të gjitha videot, edhe tani që gjeta pak kohë po I postoj të gjitha bashkë. Siç mund të shikoni, fillova nga dhoma e gjumit, në radhë të parë të ndërroj të gjithë çarçafët, të marr plurat, të fshi, të laj, dritaret, vendin për dhe nuk e laj se është me tapetë, që nuk lëviz, edhe të paktën atë gjë nuk e kam për ta bërë, po të gjitha të tjera duhet të bëhen, edhe ta fshi mirë. Siç mund të shikoni, po marr plurat anë e mbanë. Djali që po vinte vërdall aty në krevat, unë përpiqesha të pastroja, ai e bënte prapis nga pas, po çfarë të bëjmë tani kur ke fëmijë edhe janë në shtëpi, nuk bën dot edhe shumë punë, se do merresh edhe me ta ose do merren ata me ty. Ja dhe gjendja se si është. Unë përpiqesha të vija çarçafët e pastër, të larë, djali po hidhej mbi ta. Kjo është gjendja kur ke fëmijë në shtëpi dhe më kuptonin shumë të gjitha mamat aty. E mbaruam dhomën e gjumit, kjo ishte pjesa e parë, se kam edhe pjesë të tjera të lajë të gjitha këto perde, të gjitha me radhë që do t'i shikoni në videot e tjera. Të kaloni bukur, ciao ciao!